individ i cili ndoshta e ka një larg pamësi kaq të madhe sikur Zoti Kurti dhe mund të jetë një kundërshtar identik Zotit Kurti. Unë e kam thënë publikisht edhe në rrjetet e mia sociale, ndoshta ke mujtë me pa që të gjithë janë duke i bërë strategjitë e tyre mirë, po Zoti Kurti po i numëron votat. Edhe pak a shumë ky ishte mesazhi im në raport edhe për miqtë e mi opozitar, sepse gabimi i tyre kryesor ishte Visar, çish po mendon po i numëron votat për Kurtin kur thua? Shumë e thjeshtë. E ceka më herët, nëse ndodh që pas pezullimit të gjykatës kushtetuese vjen vendimi që lëvizja vetëvendosje dhe Albin Kurti kanë pas të drejtë në gjykimin e tyre kushtetues dhe afati prej 60 ditësh qëndron, edhe brenda këtij afati nuk zgjedhet përsëri një president, atëherë ne do të shkojmë në zgjedhjet e jashtëzakonshme të cilat duhet të mbaheshin pas 45 ditëve. Pas 45 ditëve i bie dikon 10 deri në 12 korrekt të mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme në Kosovë. E pam se çfarë. Sa nxehtë atje. Sa nxehtë.